537 MWh ju shtuan kapacitetit të prodhues vendas të energjisë elektrike gjatë vitit 2024, duke arritur një total prej 3.213 MWh. Sipas entit rregullator të energjisë, rritja e kapacitetit të instaluar përgjatë vitit të kaluar erdhi kryesisht si rezultat i shtimit të burimeve të rinovueshme të energjisë elektrike fotovoltaike. Centralet e prodhimit të energjisë elektrike janë të lidhura si në rrjetin e transmetimit të energjisë elektrike, ashtu edhe në rrjetin e shpërndarjes. Bën me dije RE. Me shtimin e centraleve të ri, prodhuesit private përbëjnë rreth 51.4% të këtij kapaciteti, ndërsa kapaciteti prodhuesi i energjisë elektrike i kompanisë publike Kesh është 1.563 MWh dhe përbën rreth 48.6% të totalit. Ndërkaq prodhimi total neto vendas i energjisë elektrike realizuar për vitin 2024 është 7.836 GWh, 55.7% e të cilët u prodhuan nga Kesh dhe 44.3% nga prodhuesit e tjerë. Nga analiza e historikut të prodhimit të energjisë elektrike të regjistruar në vend të vitit 2024 rezulton mbi mesatarin e periudhës së 2009-2024 me rreth 1.066 GWh, gjatë në raport me vitin 2023, prodhimi pësoi rënje me 959 GWh. Kjo për faktin se nga pikpamja hidrologjike, viti 2024 ka qenë poshtë mesatares shumë vjeçare. Viti 2024 ka qenë një vit relativisht i thatë me prurje në mesataren 30 vjeçare 1994-2024, shpjegoi enti rregullator që ka nxjerrë në pa vlerësinë që ka prodhimi i energjisë elektrike në vendin tonë nga kushtet e motit.